Ajë të reja dalin në dritë pas ngjarjes së rëndë në fshatin Zhymë të Lushnjës, ku 45 vjeçari Florian Dalladaku vrau nënën e tij dhe plagosi rënd baban. Banorët e zonës thonë se 45 vjeçari kishte pasur prej vitesh probleme të shëndetit mendor pasi ishte përdorues droge. Sipas tyre, ai ishte shtruar 2 herë në spital psikiatrik, por pas trajtimit ishte rikthyer në shtëpinë e prindërve. Një tjetër episod shqetësues sipas banorëve ka ndodhur disa muaj më parë, kur 45 vjeçari qëlloi me armë gjahu në drejtim të dyerve të disa banesave në fshat. Sipas tyre, rasti është regjistruar edhe nga policia. Familje mirë, punëtare, po ky djali thonë që ka qenë pak zë me probleme mendore. Ju vetë e njihni djalin? Po, jo, po tani para aty vinë kështu rrugëve nga aty deri tek ajo. Nga klubi aty te Hasani deri te shtëpia aty. Edhe si përfundim këta e çun vjet nuk e të çun në pasan tek ajo. Edhe si vjet deri këtë polvën e madhe se kishte probleme me familjen ky, edhe për para. Ka pa probleme, po gjithsesi tani se po bëram shëpat të polvën e madhe se dha televizorit të shkujtë dhe titrat e saj e pam aty se unë njoh sa ka pru tek unë ka përqushin ajo goca. Hasani, tani ka që Italia të vlezrit, se ka 2 vlezrit Italia. Familje mirë, familje punëtare. Jo, ai ka qenë, ka qenë i smunë, nuk tash nga fundi nuk e di. Po, tha, kështu, po jo ka probleme të mëdha atë. Ai ka qenë mirë, ditë të poshtë. Pra, ju duke normal? Normal, nuk që ka nos. Me prindin sillte mirë, nuk kishte ne problem me prindin. Ishte problem, po, jo, s'ka pas probleme. Shkoj dhe mori shqitë, doli kështu, pa... Qëlloj kështu, në përporta kështu, në përdej, po jo, të bëje në... Nuk bëri zarar? Jo, se zarari... E ku tha i vllai, tha, doli, tha, fleti gjumë, tha, u quë mëstit, tha, në shikoj, pi ujën e... Igi, tha, doli të për kafe, me kash. Ne jemi këtejas, edhe kështu që ne nuk... Po, djale e njojmë ne, po... Ai qa bende, ai... Dilde kështu e, jikte... Vinde te ke i dyqani që kemi një dyqan aty neve, mirë në i paket, dhe shukon dhe njerës kështu, shukon dhe si me i natë gjoja. Nuk pati luti njerës kështu, po shpi se kysh nuk dim gje. Sipas banorëve të zonës, familja Dalladaku nuk kishte probleme ekonomike dhe 45 vjeçari ka jetuar për një periudhë edhe në Itali me vëllezërit përpara se të rikthehej në fshat. Tashmë krahas hetimeve për ngjarjen tragjike, pritet të verifikohet edhe historiku i tij, trajtimet e mëparshme dhe episodet e raportuara nga banorët për të kuptuar rrethanat që e çuan në këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë, në banesën e familjes Dalladaku janë hapur dyert e mortit për ceremoninë martore të 80 vjeçaris që u vra nga i biri. Hasan Dalladaku, gjithashtu i sulmuar nga 45 vjeçari, është duke luftuar për jetën në spitalin e traumës. Bashkëshortët Dalladaku kanë 3 djemë dhe një vajzë. Ata jetonin vetëm me 45 vjeçarin Florianin.